valla vish me ditë që nuk marr burg e kisha vra. Kom shku edhe kom denoncu në polici, kom bo kallëzim penal. Besa dhe mi shtim burg. A veden edhe mi thonë që ma m'ke shashtrisën e s'kom mujt me flajt. Munën edhe mi shti njerëz në depresion të tepër të rëndë. Sa ta qatë shumë të shajnë, sa që t'ja nis me po dhe vetën që ashtu se pi qasaj që të thonë qush po dogësh. Tu që okej, qarkri se ku këna une. Mu po më interesën të pisa rrjeteve sociale, a ka naj koment që nashtë të ka me të nkry kështu? Ose të ka shkru dikush me naj form që ke thonë, ja ke këthyje detyru edhe m'ja këthy nashtë. Po ne kom pas një rast, realisht më ka marrë një tiktoker, i cili më ka kriju një farë kornizë në kokë temën edhe ka thonë, valla vish me ditë që nuk marrë burg e kisha vra. Ajo është thirrje për vrasje, për shembull fjala vra është shumë e rëndë. Edhe nuk është që jam tut, po çka kom bo, kom shku edhe kom denoncu në polici, kom bo kallëzim penal. Edhe tash po pritet çka ka me ndodh me qatë njeri, se na kemi drejt për shembull edhe në ti po m'prek në intimitet, po m'prek në familje, m'prek në gjithë shka që në mujmë edhe mu frigu dhe ti ki dhe drejt me shku me fol me kibernetikën, me fillu me gjithë ku shel që ajo prej kujtuar që mesazh, ku po vjen, tek po vjen edhe ki drejt me shku me bo kallëzim penale, besa dhe mi shtim burg. A veden edhe mi thonë që ma m'ke shashtrisën e s'ko mujt me flajt një mujdet ose se ka njerë që edhe nuk mujnë me flajt, se traumatizohesh prej shajt në cëllën tjepër, në përdejnë one që tash për punën e rrypit, kom pas shumë, s'kom pas najvar traume që mës me mujtë me flajt. Po dyqysh më do ketë çuditë që kërkush nuk ka të tingu fjallët, po ma këshir këmishën që kam, qysh i kam flokt, qysh jam të do, ka përdejnë këtë diçka këtë aut. Sa është e rrezikshme që ke pjesë, sa menon që është e rrezikshme që ke pjesa që në rrjete sociale mundet me hi gjithkush, edhe mundet me pas drejtën e shprehjes, me një telefon ku me ditë kush gjindet ai zotnia ose zonjusha ai shtrim edhe e ka drejtën me thonë çka don. Po tash munën edhe mi shti njerëz në depresion të tepër të rëndë. Për shembull ka raste që mujnë me shku dhe te bomja keq e vetës tonde, apo mundesh me tentu me vra vetën ose mundesh me sa ta qatë shumë të shajnë, sa që t'ja nis me po dhe vetën që ashtu se pi qasaj që të thonë qush po dogësh. Thu që okej, qarkri se ku këna une. Edhe po dush me pas një karakter të fortë edhe shoqër Zotit ka dhe trajtime me psikologa që me shku mu trajtue. Ti hargjojnë do pare, nashta ka njëherë, edhe por unë menoj që du të mi marë adin qka me thonë, okej, unë po duhet me zgjedh më konë karakter, se na ketë lujmë, edhe jeta është një loj. Edhe me mujtë me zgjedh një rol cilin po duhet me lujtë në këtë botë të rajshme, edhe me qu dhe në fund, edhe mos me pas thymjet mendimeve, po me i majt mendimet edhe me pas deri në fund, del ku të del. Kështu që ajo është revolucioni. Revolucioni është me shku deri në fund. Kështu që nëse dujna me bo një ndryshim të vetvetja dhe të kjo opinion për që janë që ka shbollizus, okej, unë e kom vendus m'ja u këthy. Unë e mara i më thët ti je, o zot për keq, ose o zot unë i thëmë, prej syve tu të ardhe keqa jeme, apo kupton se ti e tu më pa qashtu, se unë s'jam qashtu, po sytë tu janë qatë rënum, e pas ke shpirtin shumë keq, mush me shku me meditu, fal me vetën, kështu që unë ja kthej ati në një formë që ai menini me vetën që ka bën keq, kështu që edhe na duhet me bo qatë sen, për shembull të thot diçka, ktheja me të mirë, thuj faleminderit.